Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo përzierje sekrete do e bëj shtëpinë tuaj të mbajë erë shumë të mirë, të gjithë do ju kenë zili. Era e limonit të freskët stimulon sekretimin e serotoninës në organizmin ton, i cili është hormoni i lumturisë që është përgjegjës për të na bërë të ndihemi më mirë. Është mirë që të prisni një limon në feta dhe të shtoni krip dhe të thithni aromën. Priteni limonin në 4 pjesë. Vendosni fetat në një pjatë dhe shtoni pak krip. Mund t'i mbani në dollapin pranë krevatit për gjumë dhe njëkohësisht relaksim të mirë ose në çdo pjesë të shtëpisë ku ju dëshironi që të krijoni një oazë aromatike. Përfitimet nga thithja e erës së limonit të kripur relakson dhe freskon, e bën frymëmarrjen tuaj më të lehtë, veçanërisht tek alergjitë apo ftohjet. Largon insektet të cilat duan të hyjnë fshehurazi në shtëpi, duke përfshirë mushkonjat apo edhe mizat. Mendimet janë më të qarta pas zgjimit dhe shtëpia ka një erë më komode dhe të freskët. Ulumtimet gjithashtu kanë treguar se aroma e limonit të freskët ose të vajit esencial të limonit në trupin ton stimulon sekretimin e serotoninës, të cilën e quajmë edhe hormoni i lumturisë. Siç e thotë edhe vetemri, ky hormon është përgjegjës për disponimin ton më të mirë. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregoj mënyrat se si limoni mund të përdoret për pastrimin e shtëpisë tuaj. Limonët nuk janë vetëm një pjesë e domosdoshme në kuzhinë, por edhe një pastrues natyral shumë efektiv fal vetive të tyre acidike dhe antibakteriale. Nga dezinfektimi i dërrasave për prerje deri tek zbardhja e rrobave të bardha, përdorimi i tyre në shtëpi është i gjithanshëm dhe ekonomik. Ekspertja e këshillave për mirëmbajtjen e shtëpisë, Sophie Harris, thekson se limonët janë të lirë, të lehtë për t'u gjetur dhe mund të përdoren plotësisht, si lëngu ashtu edhe lëkura, duke reduktuar mbeturinat ushqimore. Ja cilat janë disa nga mënyrat më praktike për përdorimin e limonit në pastrimin e shtëpisë. Tek dërrasat për prerje. Një limon i prerë në gjysmë mund të ndihmojë në dezinfektimin dhe gjithashtu në pastrimin e dërrasave të drurit. Spërkatni pak krip mbi sipërfaqe, shtoni lëng limoni dhe gjithashtu përdorni gjysmën e limonit për të fërkuar përzierje në dërras. Në fund, shpëlajini me ujë për një rezultat më të pastër dhe njëkohësisht më të freskët. Për pastrimin e mikrovalës, vendosni gjysmën e limonit në një tasë me ujë dhe futeni atë në mikrovalë për rreth 2 minuta. Avulli i krijuar gjithashtu ndihmon edhe në zbehjen e yndyrës dhe papastërtive, duke e bërë më të lehtë pastrimin. Sipas Harris, ky truk jo vetëm që pastron, por edhe lën një aromë tepër të këndshme në kuzhinë. Në frigorifer. Nëse frigoriferi ka një erë të pakëndshme, hiqni pjesën e brendshme të limonit, shtoni pak sodë buke dhe vendoseni brenda. Soda neutralizon aromat, ndërsa lëkura e limonit lën një freski natyrale. Përheqjen e njollave të ujit. Acidi citrik në limon ndihmon në shpërbërjen e njollave të ujit, veçanërisht në rubinet dhe sipërfaqe metalike. Fërkojeni gjysmën e limonit mbi zonën e prekur, lëreni që të veprojë për pak minuta dhe më pas fshiheni me një pecet mikrofibre. Për zbardhjen e rrobave të bardha. Limonët gjithashtu konsiderohen alternativë natyrale ndaj zbardhuesve kimik. Shtoni një çerek filxhani lëng limoni në lavatriçe së bashku me detergjentin tuaj të zakonshëm. Ekspertët sugjerojnë që kjo përzierje mund të përdoret si një trajtim paraprak për njollat, veçanërisht në çorape apo njolla të bardha.
Ndërkohë, përdorimi i limonit në pastrimin e shtëpisë është një mënyrë e thjeshtë ekologjike dhe njëkohësisht ekonomike për të mbajtur ambientin tuaj sa më të pastër dhe njëkohësisht me aromë të freskët. Ndërkohë, gjithashtu ju duhet të keni parasysh se limonët mund të përdoren në mjaft mënyra rreth e përqark shtëpisë tuaj sa nuk do të jetë më nevoja që ju ta mbushni atë me kimikate apo të harxhoni para për detergjent. Nëse vendosni që të shfrytëzoni në anvismëri shumë shpejt, do të shikoni që limoni është një yll i vërtet për mirëmbajtjen e kabinave të dushit, të furrave me mikrovalën apo për larjen e dritareve. Në qoftë se ju keni vendosur që shtëpinë ta pastroni me limon, pos që në mënyrë natyrale ju të eliminoni të gjitha papastërtitë, ju do të kurseni mjaft para dhe kohë. Për shkak të thartësirës së madhe, limoni është një pastrues i fuqishëm antibakterial dhe një armik serioz i baktereve. Ne këtu do t'ju tregojmë disa këshilla se si ju të mirëmbani shtëpinë hap pas hapi duke përdorur limonin për freskimin e rrobave, shkëlqimin e enëve të metalta, dezinfektimin e kovave, por përsaçërisht së sipërfaqeve në banjë dhe në kuzhinë. Freskojini aparatet. Disa pika pastrojnë plotësisht aparatet, por do të lënë edhe një aromë të mirë. Një risk limoni, vëreni në pjesën ku bluhet bërlloku. Kyçeni dhe pastaj lëshoni ujë të valuar. Kur të bluhet limoni, edhe blursi juaj i mbeturinave do të bëhet më i pastër. Shkëlqim për metal, bakri dhe kromi. Nëse dëshironi t'i pastroni apo t'u riktheni shkëlqimin, me patjetër duhet që të shfrytëzoni thartirën e limonit. Thartira e limonit shumë lehtë depërton nëpër shtresat e mineraleve dhe lehtë eliminon papastërtitë. Për efekt më të mirë para pastrimit, njomeni një pjesë të lëvorës së limonit në pak krip dhe pastaj fërkojeni. Pastrojeni vaskën. Në vend të detergjenteve të forta, bëjeni vetë mjetin e përsosur për pastrimin e banjës. Shtrydhni 6 limona, hidheni në një enë me pompë dhe mbetjet e saponit, gurzave dhe papastërtitë do të eliminohen në moment. Sipërfaqet e banjës do të jenë të dezinfektuara. Është i mirë edhe për enë. Kur të mbeteni pa detergjent të enëve, ndërkaq që dyqanet janë të mbyllura, përzini gjysmëqese sodë buke me një risk limoni. Papastërtia do të eliminohet me një shpejtësi magjepsëse, por edhe duart tuaja nuk do të dëmtohen. Jepuni aromë rrobave. Shtoni një lugë të vogël limoni të shtrydhur gjatë larjes së rrobave në makinë. Çorapet do të kenë një aromë tepër të mrekullueshme, si edhe garderoba juaj do të jetë më e pastër. Shikoni nga dritaret, përzini 4 lugë lëng limoni në 2 litra ujë dhe do të fitoni përbërjen e përsosur për pastrimin e dritareve. Thartira lehtë do të eliminojë papastërtitë, njollat nga uji, ndërsa dritaret do të shkëlqejnë për mrekulli. Rregullojeni kuzhinën. Ndërkohë, shtrydhni gjysmë limoni mbi sipërfaqen e punës në kuzhinën tuaj, posaçërisht në rast mbi të cilën preni artikujt ushqimor. Lëreni të rri për një 10 minuta. Njollat do të zhduken, por nëse i fërkoni pak me lëvorën e limonit, do të eliminohen edhe të gjitha bakteret. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!